Së pari, në takim, jemi përqendruar në zbatimin e plotë të ligjit mbi të huajt. Kemi diskutuar zbatimin që do të fillojë nga nesër. Në të ardhmen kemi pasur diskutime intensive me qeverinë e Kosovës gjatë javëve të fundit dhe sot është arritur pajtimi rreth zbatimit të ligjit mbi të huajt me disa masa përmbajtësore shtesë, sidomos kur bëhet fjalë për regjistrimin e banorëve serb të Kosovës dhe personave me leje qëndrimi të përkohshme. Në këtë kontekst, ne konsiderojmë se prioriteti kyç që qeveria e Kosovës është që të ju siguroj leje për punëtor dhe student për një periudhë fillestare prej 12 muajve në mënyrë që të mos pengohet ofrimi i shërbimeve shëndetësore dhe arsimore, të sigurohet vazhdimësia e shërbimeve e për këtë duhet të lejohet pra lëshimi njohja e letërnjoftimeve deri në vitin 2026 dhe në të njëjtën kohë qeveria e Kosovës duhet të regjistrojë individët të cilët në harmoni me ligjin e Kosovës në harmoni dhe pra me statusin e tyre civil. Nga zbatimi i këtij ligji do të preken edhe një numër i konsiderueshëm i qytetarëve që vinë apo qëndrojnë në Kosovë nga Presheva, Medvexha, Bujanovci, Vrajna dhe qytetet tjera të Serbisë. Një pjesë e tyre janë të angazhuar në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe edukative në sistemin ilegal paralel të financuar nga Serbia. Dua të potencoj që nuk është interes i Republikës Kosovës që zbatimi i ligjit për të huajt dhe i atij për veturat të prodhoj pengesa në ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët. Por po ashtu dua të theksoj fuqishëm që njësoj është qëndrimi i Republikës Kosovës që në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të ketë mekanizma ilegal të cilët mirëmbahen e financohen nga një shtet jo miqësor e që nuk e njeh Republikën e Kosovës. Në këtë drejtim, qeveria e Republikës Kosovës ka nënvizuar rëndësinë e inkorporimit të plotë të sistemit të edukimit dhe atij shëndetësor në komunat me shumicë serbe brenda kornizës ligjore të Republikës së Kosovës. Ky legalizim në praktik do të përkthehet jo vetëm në zbatim të plotë të ligjit gjithandej Republikës Kosovës, por edhe në më shumë cilësi të këtyre shërbimeve, më shumë financim, më shumë prezencë dhe tëra kjo nënkupton më shumë siguri për qytetarët të cilët i konsumojnë të njëjtat shërbime. Qeveria do të pajiset nga krerët lokal me listat e stafit akademik dhe shëndetësor që janë të angazhuar në ofrimin e këtyre shërbimeve, lista këto që pastaj do të shërbejnë si bazë për dhënien e lejeve të përkohshme të qëndrimit për qytetarët e huaj që aplikojnë te Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Kosovës. Mos përputhjet eventuale në raste individuale do të verifikohen nga autoriteti përkatës. E njëjta vlen edhe për studentët e huaj që qëndrojnë në Republikën e Kosovës për qëllime studimore, për të cilët krerët komunal do të ofrojnë listën e plotë të tyre me informatet e detajzuara për fushën e studimit dhe vitin akademik. Këtyre studentëve, pas aplikimit të suksesshëm, Ministria e Punëve të Brendshme do ju ofrojë leje të përkohshme të qëndrimit me afat 12 mujor, me mundësi vazhdimi në rast të vazhdimit të studimeve. E njëjta procedurë aplikohet edhe për aplikantët e ri që regjistrohen në vitet të mëvonshme akademike. Paralelisht me këtë, Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në koordinim të vazhdueshëm me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian dhe në bashkëpunim me ofruesit e këtyre shërbimeve publike, fillojnë procedurat e domosdoshme dhe përcaktojnë afatet optimale për inkorporim të plot, përfshirë këtu licencimin e institucioneve dhe të stafit të angazhuar. Qeveria e Republikës Kosovës po ashtu do të hapë një dritare të re 3 mujore për të mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile
të cilat deri me datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale. Në këtë periudhë, aplikantëve do i lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale.